Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi me një video më amatore me të drejtën, por e kisha me patjetër që të jap mendimin dhe të komentoj ngjarjen më të fundit që ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brotherit. Për gjendje shëndetësore, më duhet ta potencoj që mos keq kuptohemi, për gjendje shëndetësore, Ilir Vrenozi ka lënë garën në këtë pikë të lojës. Një nga banorët në fakt më të komentuar, një nga banorët më të pëlqyer, një nga banorët më të dashur si nga banorët brenda, ashtu edhe jashtë, është detyruar që të largohet nga shtëpia. Të qëndrosh në një ambient të ndërtuar nga vllau i madh akuariumi, besoj për Iliri nuk është e lehtë, domethënë është presioni, është ajo ndjesia shpirtërore që të krijohet aty brenda dhe normalisht ti përzgjedhish që të lësh garën. Nuk është se kanë potencuar detaje se çfarë ndodh me shëndetin e tij, unë uroj me zemër në fakt që të jetë mirë. Më dhimbë se realisht Iliri e la garën, ishte një njerëz me shumë dinjitet dhe të gjithë banorët i thëriste birë, domethënë i ndjente si gjën e vet, gjën e afërt, por shpresoj që Iliri t'i vej mbar tani dhe të shkoj me shumë dashuri drejt rrugtimit të tij. Iliri dukej që nuk ishte mirë, ka ditë në fakt që nuk është fare aktiv dhe për këtë gjë e prisja që në një moment të vetëm të largohet nga edicioni i Big Brotherit këtë vit. Le të shohim në qoftë se do të kemi një reagim nga ana e Ilirit apo nga ana e Top Channelit për ngjarjen se çfarë po ndodh dhe se si qëndron shëndeti i tij.